tradhtari Gjergj Mehmetit. Ka lanë oficerin makinë për ta djeg banditët dhe ka shptu lkurën e tij ka tradhtuar detyrë të pavdekshmin Gjergj Mehmeti. Tjetër një bashkëpunëtor i ulët i bandave, një ushtari Dysagasit, Isuel Çels dhe troplinve. Ndaj dhe njëherë, larg duart nga selia e Partisë Demokratike, se Partia Demokratike është në revolucion e saj paqësor për të shpëtuar Shqipërinë. Miq, jehona e kryevritjes sonë paqësore mbrëm ishte më rrufeshme se kur ndonjëherë. Ndërkohë që kryevritja zhvillohej, agjencitë e lajmeve më të mëdha të botës, televizionet dhe mediat botërore transmetonin atë. Po unë duhet veçoj sot para jush albumin e fotografive të agjencisë më prestigjioze në botë të fotografisë, Getty Image. Në albumin e saj, në disa nga fotot, ajo shkruante Shqipëria, vendi i zgjedhjeve të stilit stalinist. Në të tjera, kryeministri Hajdut dhe zëvendës kryeministri Hajdute, pra korrupsionin. Çka tregon se ju, të dashur kryengritës, i mbrojtët nderin e vendit tonë, mbrojtët nderin e shqiptarëve, dignitetin e tyre, u bët ftyra e vërtet e këtij kombi, në dallim nga ftyra e nxirre e Edi Ramës dhe pushtetit të tij. Pra, kauza është e drejtë, fitoria është e jona. Edhe njëherë, mirënjohje të pakufishme për të gjithë guximin trimërin tuaj.